Franca do jetë krahasues për kapacitetin e financimit dhe për ndërmjet këtyre operatorëve të mëdhenj industrial. Ju folët. Më shumë se 300 milion janë bërë tashmë. Bëhet fjalë për projekte urgjence, për energjinë, për turizmin e qëndrueshëm dhe për rajonin e Korçës, që është djepi historik i frankofonisë në Korçë, në Shqipëri. Ne kemi vendosur këtë që nga vjeshta 2023 me të njëjtat ambicie. Përtej kësaj marrëdhënie dypaqe, ne kemi dëshuar të shkojmë edhe më larg dhe më fort. Është vendi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që është i rëndësishëm. Dua ta rishpreh këtu bindjen e plotë që kam, që shpreha gjatë vizitës së mëparshme për ribashkimin e kontinentit evropian, për të bërë ballë sfidave të përbashkëta. Shqipëria ka treguar udhën, ka bërë avancime shumë të mëdha këto kohë të fundit. Franca do jetë krahasues për të shoqëruar në këto reforma dhe për të mbrojtur dhe për të shoqëruar në mënyrë që meritat tuaja të njihen nga të gjithë. Kemi folur me presidentin dhe për mundësinë e përfshirjes së Francës në ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë dhe do të shikojmë më tutje në komunikimet drejt për drejta se si mund të materializohet përfshirja e Francës. Sot ne ndjejmë Francën shumë afër edhe në procesin e antarësimit dhe nga ana tjetër rajoni ka fituar një mbështetës shumë të qëndrueshëm dhe besnik në të gjitha proceset transformuese në adresimin e momenteve të vështira që duhen akoma zgjidhur dhe në mbështetjen për përfshirjen e gjithë rajonit në Europën e Bashkuar. Europa nuk mund të kthehet në një territor ku flitet vetëm për armë dhe ku mendohet vetëm për luftë. Kështu që ka dhe plot gjëra tjera që duhet i mbajmë mirë parasysh, se në fund të ditës kur vjen puna tek Europa, unë besoj se ka dy territore për të mbrojtur. Territorin fizik dhe territorin shpirtëror. Nëse Europa humb në territorin shpirtëror, atëherë vlera e territorit fizik të Europës bie në mënyrë të ndjeshme sipas meje.